Pas vendimit të gjykatës së apelit, e cila urdhëroi prokurorinë të riniste hetimet për rastin e infektimit me HIV/AIDS të një foshnje në spital, institucioni i akuzës së kryeqytetit ka vendosur të sektojë një grup ekspertësh të mjekësisë ligjore, të cilët do duhen të përsektojnë kohën dhe mënyrën se si është infektuar foshnja e seksit mashkull, që aktualisht është larguar jashtë vendit dhe po trajtohet në një spital në një nga vendet e BE-s. Ekspertët kanë detyrë që të sekuestrojnë të gjitha kartelet mjekësore të fëmijës, mjekimet që ai ka marrë në të gjitha spitalet që ka qenë i shtruar për trajtim, si dhe të njihet me dëshmitë e personelit mjekësor. Grupi prej të paktën 3 ekspertësh do të duhet të shqyrtojë dhe dokumentat mjekësore të klinikave jashtë vendit ku fëmia po merr trajtim, me qëllim që të mund të dalin në një konkluzion të qartë. Në momentin që do të përfundojë akti ekspertimi, prokurorët do ta kenë më të qartë dhe përgjegjësinë penale të personelit mjekësor. Foshnja që lindi i shëndetshëm nga 2 prindër që nuk e mbartnin virusin HIV/AIDS u konfirmua pozitiv pas daljes nga spitali. Mbi bazën e dëshmisë së prindërve, prokuroria nisi hetimet, por tentoi ta pushonte në heshtje çështjen. Ishte gjykata e shkallës së parë mandej apeli, që urdhëroi të vjonte hetimet për rastin. Prindrit e foshnjës akuzojnë jo vetëm personelin mjekësor, por edhe drejtuesit e spitaleve, jo vetëm për infektimin e fëmijës, por edhe për një trajtim jo dinjitoz në ditët që pasuan, duke rrezikuar seriozisht jetën e të voglit, i cili për fat të keq do të duhet të jetojë përgjithmonë me virusin.